hidhen të dy raporte. Dhe pastaj bëhet votim, por ka një procedurë të sankcionuar rregullore. Po këta nuk njohin rregullore, këta njohin vetëm urdhra që marrin dhe pastaj bëjnë të paditurin. E ndëgjuat ju Niko Peleshin se si u përpoq me hipokrizin më të madhe të mbroj kolapsin e plot parlamentar që ka krijuar. Ka ndodhur ndonjëherë në historinë e një parlamenti në botë që të kaloj për 28 minuta miratohet kabineti i ri dhe programi i saj? Kur? Ka ndodhur ndonjëherë që në seancat të tëra parlamentit të mbyllet brenda disa minutave dhe ka 2 muaj që ka filluar punën, ka patur vetëm një ditë punë. Vetëm pardje. Apo kur pat ditën e hënë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ta vazhdojnë në një kaos të plot, flasin për qartë, do ta bëjë thot Parlamentin Evropian, e dëgjon ti Muhamet apo jo? Se cilë është standardi Evropian në kohë kur Parlamenti ka delinkuent sa çdo burg tjetër i vendit. Priti minut, priti. Për senatin me kryeministrin Edi Rama. Absolutisht jo, nuk e kam thënë atë, ndje keq që shtoni. Ka një komision parlamentar, ai komision dhe ai ligj nuk parashikon as pak në asnjë rrethon uljen time me Edi Ramën. Ai parashikon. Ja e sqaroj pra, ai parashikon Ambrozia që përfaqësuesit e dy partive në komisionin për zgjedhjet elektorale të parlamentit të diskutojnë edhe këto çështje, çështjen e senatit dhe çështje po pranuar senati, natyrisht vetvetiu numri i deputetëve do të reduktohet. Dhe unë jam për këtë variant, sepse ideja e senatit nuk është ide e imja, fillimisht është dhënë nga i ndjeri Sabri Godo dhe mbrojtur me shumë, do thosha unë, me shumë aftësi, por qëndron një ide, vendi mund të ketë një senat me një numër me të reduktuar deputetë në mënyrë që të mos shtohet fatura fiskale i këtij institucioni. Por kjo në këtë mënyrë është ja çdo lloj, po unë jam këtu për të denuar me forcën më të madhe ndërhyrjen brutale të Edi Rams pranë prokurorit që ka dosjen e Lubi Ballukut. Telefonatën kërcënuese që i ka bërë atij. Dhe çdo lloj kërcënimi tjetër që i është bërë një prokurori i cili i gjetur para dishmitarve dhe fakteve të pakundërshtueshme, me shkrim, me film dhe me çdo gjë, ka marrë vendimin e duhur. Ka marrë vendimin që të... Prova që është kërcënuar prokurorin? Prova, unë ju them ju me garanci dhe me siguri të plot që është kërcënuar, por Edi Rama këtë as nuk e pranon dot, por është i regjistruar ama. Sepse dhe Altin Dumani nuk e ka pranuar, që ka pasur kërcënime ndaj prokurorit. Altin Dumani është nofta një nga kërcënuesit e tij. Altin Dumani është një nga ata që i ka thënë pak a shumë, po e perifrazoj, mendo për kokën tënde, po mos hyn atë punë midis tyre, se nuk më se ai Altinit është më pak, po Altini kërcënimi i Ramës është shumë më tepër. Kërcënimi i Ramës është një skandal i madh, më thotë, të kërcënoi se din ti se zëvendës se po thret ti zëvendës kryeministrin. Po çfarë është? A e ndëgjuat ju dje? Çfarë dje më falni? Jo, mirë kam dje, kryetari i Komisionit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, që tha Edi Rama nuk lejon inspektorët për ta audituar. A mund të ndodhë në një vend të botës që kryeministri të mos pranojë auditin e shtetit? Të kujt i ka aparata ai që nuk pranon të auditohet? I ka të vetat apo i ka taks paguesve? Kontrolli nuk është i qeverisë, kontrolli është i shtetit. Dhe ai ka detyrë tagër të kontrolloj, të auditoj çdo institucion sipas programit.
Dhe del që jo që nuk pranohet të auditohet ai, natyrisht s'ka se po të auditohet, dalin 22 milion euro, po të auditohet, dalin me qindra kuintal valigje diplomatike të mbushura, e dini vetë se me çfarë kanë qenë mbushura me Ismailin e tij, po të auditohet, dalin shishe 33.000 euro, Romane Konti, po të auditohet, dalin gjëra monstruoze që si në Gjonkun, ndaj ai refuzon, ai merr përsipër të refuzoj auditin. Në një anë kërcënon prokurorin, në anën tjetër nuk pranon audit në shtetit. Ky është situata këtu, ky është një gjë, domethënë një shtet, narkoshtet me një fjalë, në të cilën shteti ligjor nuk funksionon, është zëvendësuar me narkoshtetin. Zoti Berisha, për ta sqaruar, rezultati i votimit për zotin Peleshi ditën e sotme ishte vetëm 10 vota pro. Pse deputetët e opozitës nuk votuan pro? Sepse ishte çështje raporteve, shumë e drejtë pyetja. Këta nuk njohin, nuk zbatojnë asnjë ligj. Ajo që drejton të seancën, zonja Spahiu, e detyruar thoshte kush është dakord me këtë raport, hirte të dy raportet. Dhe pastaj pas raporteve votohej mosbesimi ndaj kryetarit.